Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Do të nisim direkt së pari me mbështetësit e emisionit ton Electromagic, I cili ka të gjitha brandet premium. Shkoni nëse doni të ndjeni nga afër eksperiencën e brandeve më të mira ndërkombëtare si Hagen, KitchenAid, Teka dhe sigurisht Miele, të cilat janë pikërisht tek ambientet e Electromagic për të përjetuar një eksperiencë, sepse kur flasim për Electromagic, flasim për përjetimin e eksperiencës. Dhe ndërkohë do të kalojmë tek I ftuari ose ftuara në rast konkret, e cila unë themi që në këtë utopi që jetojmë, që quhet Shqipëri, mbase është një nga njerëzit më të mençur që kemi dëgjuar të flasi, sepse është bërë sensacion, duhet thënë, për televizione, në për podcaste, është ftuar kudo, do të bëhet gjithçka dhe ka gjithë drejt në botë, në fakt të ndrojë të bëhet gjithçka. Dhe të na frymëzoj dhe gjithë neve ore që ta shohim botën pak nga syt e një fëmie. Zonja Zotri, Noara Dervishi, mirëmëngjes, mirë se erdhe, kënaqësi e madhe që të kemi këtu, Noara. Mirëmëngjes. Noara, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Noara. Për gjithë ju që dëgjoni vetëm radio, Noara është 6 vjeçarja e cila Sapo ka mbushur 6 vjeç në fakt, e cila ka çmendur rrjetin. Ajo ka dalë kudo në rrjet, njerëzit e pëlqejnë shumë, me shikojnë dhe si mund mos ta pëlqesh një gocë kaq të bukur. Noara, ti ke nisur me koncertin, ke qenë te Modern Talking si fillim, ë? Po, në fillim kanë qenë te Thomas Andersi. Shkova në skenë dhe këndova pak me atë, edhe gjithë njerëzit e bërën në Instagram. Edhe pastaj unë e dija që ishan famoze, edhe u bëra një këngëtare. Po ku I ke dëgjuar ti këngët e Modern Talking? I kam dëgjuar në YouTube. I ke dëgjuar në YouTube, Po. Kush I ke zgjedhur vetë apo ka qenë mami dhe babi që Kur ishe me vogël, babi mi zgjedhi vet, po kur tani u rita, unë I zgjedh vet. Cila është kënga që të pëlqen më shumë nga Modern Talking? Të gjitha. Të gjitha I ke qef, ë? Shumë mirë edhe unë në fakt. Po ti Mateo ke. Si është ajo? Sherry lady. Going through emotion, love is where you find it. Listen to your heart, Sherry lady, know you is still. Bravo Noara, I ke qef shumë Modern Talking. Po përveç Modern Talking, këtë dëgjon më shumë? Apo ke shumë? Kam shumë. Ke shumë mirë bën, shumë mirë. E ke parë që të kanë nxjerr kryeministri Edi Rama? Po. Videon tënde? Po. Kush të tha ty që e kanë nxjerr? Babi. Babi, Qa mendove ti kur e more vesh të gjë? Unë ishëm shumë e lumtur. Ishe e lumtur? Bravo, shumë mirë do. Edhe unë do isha shumë e lumtur. Unë vajta nuk këndojmë do. 40 vjeç edhe akoma nuk më ka bërë të merr. Kush është politikani jon ti preferuar, Noara? Ismail Qemali. Përgjigje super diplomatike. Bravo, edhe Joni ai është. Ore, Noara, e di që besoj ta kanë bërë shumë shpesh pyetjen që çka ke qef më shumë ti të bësh kur të rritesh, se unë e di që ke qef të bësh gazetare, këngëtare, piktore, po ç'a është diçka që ke më shumë qef se të tjerat? Këngëtare. Sepse është më easy. Është më easy. Unë mendova se bën më tepër lek. Apo nuk ka të bëj fare? Jo, më nuk ka të bëj me lekun, është pasionante vajza, ç'lidhje ka me lekun tani? Kush mendon ti se bën më shumë lek? Këndimi. Edhe thjesht edhe bën me lek. Sepse vinë dej shumë njerëz te shtëpia ime, edhe më japin lek, edhe unë I fut te breshka ime si piggy bank, po breshk, edhe unë kam 2 milion lek. 2 milion lek? Bravo. Është e sigurt që ke më shumë se unë? Shiko, Mateo, edhe nëse do kishte 0 lek do kishte më shumë se ty, se ti ke borxhe. Nëse se ne kemi qef këtë muhabetin e politikës, Noara, nëse do beshe politikane, ti personalisht do beshe kryeministër I vendit, çfarë do bëje për shembull? Do ja jepja paqes botës. Do I bëj paqe në botë? Po. More, shef, si Trumpi pak a shumë, se dha I luftën për paqe e bën. Po ndonjë gjë tjetër për shembull, ç'a do bëje ti ndryshe për të përmirësoje për moshatarët e tu? Asnjë gjë tjetër, thjesht doja paqe në botë. Vetëm paqe. Shumë mirë.
Po kush është politikani jot I preferuar? Ismail Qemali. Ismaili, vetëm atë e tham në fakt, që Ismail Nara nga jemi origjinë. Origjina, po nga je. Tiranë se më është dy shtellave ti, po fillojmë me këto muhabete. Okej, ke bërë një këngë. Po. Një këngë të fundit tani, në këtë valën që ke gjithë të vëmendje, shumë mirë që ke gjithë të vëmendje se na argëton të gjithë. Let me guess, you want me to sing it? Anglisht, më lër të imagjinoj thot, se ta mendsoj, do që ta këndoj, kujt ja dedikon një herë këtë këngën që ke nxjerr këtë të fundit? Ja dedikon ti kujt apo e ke bërë për dikë, do t'ja E kam bërë për botën. E ke bërë për botën, ja dedikon të gjithë njerëzve që jetojnë në këtë botë. Atëherë shumë mirë e imagjinove, unë dua që ti të na këndosh. Let the world be like the children sing. No more fear, no suffering. Hold my hand, don't let it go. Love is all we need to grow. Let the world be kind, let silence break. No more hearts that slowly ache. Hear my voice, I'm small but strong. Peace is where we all belong. Bravo. Thjesht po kujto se sa I pa talentuar kam qenë 6 vjeç më burr. Pas diskutohet. Bravo. Tani këtë këngën Let the World Be Light, le të jetë bota me dritë. Le të jetë bota me dritë është. Kush e ka bërë këtë këngën? Nëse këto janë detaje që E ka bërë babi. Babi ka bërë? Po, babi me njeris kason. Sa mirë komplimente. Po, kush të ka shtyr ti tek muzika? Ka qenë babi më shumë që të ka... Po, babi më ka shtuar shumë. I e goce babit apo e mamit? Të dyve. Të dyve, po, do bet politikane, haroje. Po, ndonjëherë babi është pak një stret, se të mputën shumë. Më inatos pak natën. Të inatos ti? Ti inatos babi qikë? Natën më inatos pak kur më puth kështu. O, të puth shumë, po jeti më për mos të puthur. Edhe më lëpin veshin muaj. O, shiko, kështu si që ti do të hajnoj ti të gjithin ajo, shumë e mirë, more. Mashallah. Okej, ndërkohë që ti ke qef dhe pikturën. Po. Qa ke qef dhe pikturën? Qa ke qef të pikturosh më shumë? Ke qef? Pikturoj natyrën. Kush është vendi jot I preferuar? Shqipëria, sepse ajo është atë dheu im. Po. Ore do të. Kush I ke të shënuar, I ka të shënuar dikush, s'më di. Okej, nëse do të ndizje një dritë magjike, për botën, ku do ta vendosje në fillim atë dritën? Ta dheu im sigurisht. Mora, që patriot, sa mirë me qenë shqiptar, bravo. Ha, Mateo, ke pyetje për të bërë, se I ka përgjigje të gjitha. O, Noara, qa bën ti gjatë ditës? Do më tregosh pak si është rutina jote e ditës? Rutina ime kur gjem në mëngjes është unë zjem në mëngjes, laj fytyrën edhe laj dhëmbët. Kaq është. Nuk përdor skincare sepse unë jam e vogël. Just like my mom always said. Shumë mirë bën, nuk përdor këto produktet e mrekulli, mos bëj asgjë nga ato. Okej, po pastaj shkon në kopësht, po tani nuk shkojnë më në kopër sepse unë jam e smur. Ai, e smur tani, po normalisht të smur. Okej. Kam ilaçe. Ke ilaçe, shumë mirë, të shkuara atë zemra. Të shkuara. Çfarë ngjyre ka paqja për ty? Çfarë ngjyre do kishte paqja? Ja mendoj një herë. Paqja thjesht ka bardhë zi, sepse ta tregon simbolin. Një letër. Është simboli I paqes. Është e mira dhe e keqja. Po, është simboli I paqes në fakt. Kur pikturon, meqense ke qef pikturën në arab, çfarë vizaton më shpesh? Unë vizatoj natyrën, si të Natyra? Vetëm natyrë ke qef të vizatosh. Vetëm natyrë. A ka ndonjë gjë që ti mendon që të rriturit bëjnë gabime fëmijët? Ja bërtasin. I bërtasin? Po ato janë thjesht të stresume, kur I bëjnë në mëngjes janë të lodhur, po kur I bëjnë në drek nuk janë të lodhur, po kur I bëjnë natë janë të lodhur. Domethënë
në mëngjes është okay të bërtasin. Në mëngjes edhe ndarë është okay, po në drek Në drek full parent mode activated. Në drek. Po, janë futur në aktivizim të plotë të qenit prind. Ore, ti anglishtën kur e ke mësuar ti? Ke ko? Apo se ma mend fare kur e ke mësuar? A kisha mësuar që në 3 vjeç. Që 3 vjeç ke mësuar e flet anglishtën. Bravo, talent. Po nëse ti do ishe mësuese për një ditë, ça detyre do t'i jepje të rriturve, po. Që mos i bërtasni fëmijëve. Të mos i bërtasin fare. Po të rritur do t'i bërtasin të rriturve? Do njëherë mami dhe babi zihen. Po babi do Po njëherë të rriturit ashtu e kanë ore. babi do njëherë del për shokët, po do njëherë del dhe për punë. Po sigurisht tani janë gjëra që Mami ja bërtes. ashtu më përtet dhe mua. Ashtu më përtet dhe mua. Ç'a ti bëj tani? Një herë dal. Po normal. Mario është i kuriozuar di pse zihen ore. E mo është normale, është normale. Është normal. Të rriturit të zihet. A është më e vështirë të jesh një fëmijë apo të jesh një rritur? Një rritur. Më e vështirë është? Po pse mendon se është? Sepse se ka punë, ka tax. Shiko ka taksa. Ka taksa. Ka taksa për shtëpi. Po tjetër çka ka? Kemi punë gjithë ditën, gjithë natën. Bëjmë paperwork. Sa shumë. Po pra ka shumë punë, Ka ka shumë dokumenta që duhen plotësuar, ka taksa, ka në fakt është e pritshme. Kurse për kalama, ti thjesht lozën dhe shikon televizor, asnjë gjë bën thjesht lozën, kaq. Kush është filmi jot i preferuar? Filmi im i preferuar është Gabi Dollhouse, po në fakt ajo Gabi Dollhouse u fillon nga fillimi sepse unë i pash të gjitha sezonat. I pe të gjitha sezon? A rri shumë në telefon ti Nora? Po ke qef të Si rrish? reagojnë mami dhe Po, kam babi qef. kur ti do të rish te telefoni? Ta lën me orar, ta lën me kohë? Nuk më lën me kohë, po atë sa herë unë e prek telefonin, ato ma marrin nga dora. Ta marrin, a? Shumë Po. mirë. Po, kështu duhet. Po mami do njëherë ma lën pak, po babi e di sa herë e prek telefonin, ai e heq me njëherë vup, kaq. Po babi nuk i ke thënë pse s'ma le mua telefonin kur ti e mban vet? Po unë ja thuaj aty dhe ai thuan të bën trurin keq. Nuk e shkosish për babi dhe jemi bërë gjithë nga i telefoni. Kur fëmijët bëjnë gabim, i bërtasin të rriturit. Po kur të rriturit bëjnë gabim, kush duhet i bërtasi? Fëmijët. Duhet i bërtasin I bërteti fëmijët. atyre? I ke bërtit ndonjëherë? I kam bërtitur kur mami dhe babi u zin. Më mirë, tani ato janë gjëra që na ndodhin të gjithëve. Edhe fëmijët ndonjëherë. Po bela. Cili është sekreti më i vogël që nuk i ke thënë ende mamit dhe babit? Sekreti. Ke ndonjë sekret nga ata? Sekreta janë sekreta, nuk i thuaj asnjë se Po. nuk dua të shpërndaj të gjithë bota. Po pra, qartë para pas ke ndonjë sekret vogël. Shumë mirë, mbaje për vete. Sipas teje, kush është puna më e bukur në botë? Puna më e bukur në botë është kjo që kam unë tani. Këndimi. Këndimi, A mendon se do bësh këngëtare në fund apo thua tani që je vetëm 6 vjeç mund të bësh diçka tjetër për shkakun? Jo, më do të bëjnë këngëtare. Vetëm këngëtare. Vetëm këngëtare. Mrekulli. Po kryeministra? Jo. Jo. S'ke qef, e? Edhe Po mirë, nëse- po tash, se Nuk e di, është mirë ti jesh kryeminist. nuk e di si mund të ishte për shembull nëse do pyesnin Edin 6 vjeç, çfarë do të bësh? Piktore me shumë si. Edhe po këto janë. makinat janë nga vllai im. A janë makinat e vllajt ato? Janë makinat e vllajit. Tani cila është lodra jote preferuar? Lodra ime e preferuar është telefoni. Telefoni është pa atë se ke. Po edhe këndimi. Edhe këndimi, ashtu e ke. Mrekulli, do na Edhe piano, edhe vizatimi, këto Tani, më pëlqejnë. Se di të luash Dhe dhe në piano ti? piano? Po. Po kur e keni mësuar piano? Kur e Unë keni? dje me mistake unë bëra po unë thjesht bëja unë e bëja në fillim ashtu, po tani e bëra e fillova ato pjesën. E fillove.
Okej, super. Bravo, bravo. Çfarë nuk të pëlqen fare te të rriturit? Nuk më pëlqen kur zihen. Po atë Mos ke parë pa dashje ndonjë video të parlamentit. mos e shiko parlamentin një herë. Shiko parlamentin. Do na thuash diti shaka? Të tregosh një Nuk shaka? di shaka, po unë di gjagjëz. Gjagjëzë? Pa një herë na thua I gjagjëzë. have a life, but I don't have a heart. What am I? Kam një jetë, por nuk kam një zemër. Çfarë jam unë, thot. Jetë pa zemër. Pa zem. Bo, na kapi pa përgatitur. A mund na japësh një ndim të vogël me çfarë fillon? Nuk do i thaj. E ma me një gërmën e parë, na thuaj diçka. Jo. Kam një, ja, kjo është. In 1, 2, 3, the reveal is now beginning. It's a battery. Është një bateri. Tani që ma tha duhet ndëruar bateria makinës, se ajo s'ka zemër as jetë te makina. E bukur ishte në fakt, nuk do ta gjeja kurrë, do të gjithë ditën, s'bëj fjalë. Noara, ka diçka që doje të thoje që nuk të pyetëm ne? Qarë? Jo, diçka që do të thotë ti, për shembull, do t'ja thuash bashkëmoshatarëve të tu, fëmijëve të tjerë, çfarë do t'i jepje një mesazh për shembull? Dua që gjithë bulltat ketë paqe edhe mos të zihen atë njëri me njëri tjetrin. Edhe unë e besoj në fakt. Patjetër. Është vetëm rast që në fakt kur e thot njëri mund ta besosh kur është 6 vjeç. Janë emocione të sinqerta. Do bësh një zemër gjithë atyre që na ndjekin? Ja dhe një zemër. Dhe Unë e bëra shumë e laut që të më ngjonin. Bravo. Shef. Tani që ne të largohemi do na këndosh një këngë? Na do, këndosh një këngë fundit këtë duash ti. Se na pëlqeu shumë mënyra se si këndove. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and never come around. Turn around, every now and then I get a little bit tired of listening to the sound. Turn around, bright eyes, every now and then I fall apart. And I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll be making it right, 'cause you'll never be wrong. Bravo. Ashtu si bëresh ti kështu, më bëri shumë përqesh. A të bëri? Po ja, unë jam shumë qeshara kur e mendoj. Noara, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne sot këtu dhe të urojmë që të vazhdosh të kesh ëndra të bukura dhe të mëdha dhe të kesh këto mesazhe të paqes dhe të dashurisë. Faleminderit. Shumë suksese. Zonja Zotri, Noara Dervishi, para njerë çdo fëmijë është i mrekullueshëm, po aq më tepër kur fëmijët vinë me kështu me këngë, me mesazhe të bukura, me dashuri, me optimizëm. Ngelet veç se para të komplimentojmë Noarën dhe dyta të komplimentojmë mendoj ingranazhin më të rëndësishëm që ka çdo shoqëri që janë prindrit e mrekullueshëm që investojnë maksimalisht kohën e tyre, i punojnë dhe japin një formë që në fakt të gjithë do donim të merrnim shembull nga në forma të tillë fëmijësh. Noara, edhe një herë faleminderit shumë. Ajo gota që po fish më e madhe se ajo më kënaq. Do vite një podcast, please. Po, patjetër. Do të çfarë tha? Do të vinë një podcast. Po patjetër më të vish kur të duash. Ti e ke derën e hapur, sa herë ti të prodhosh muzikë ose të kesh diçka. Yes, I want. If you want, you will come, okay? Yes. Thank you so much.